Në fshatin Turanë të Korçës janë zhvilluar garat e hipizmit me pjesëmarrjen e kalorësve nga Shqipëria dhe Kosova. Ndryshe nga viti i kaluar, në garat e këtij viti ka patur më shumë pjesëmarrje të kalorësve të rinj, në veçanti të vajzave, duke treguar për masivitetin e këtij sporti. Po ta shikosh nga viti në vit, rritet numri i vajzave, numri i fëmijëve që marrin pjesë dhe kjo bën dhe më të bukur. Për garuesit e ardhur nga Kosova, sporti i hipizmit ka më shumë interes vitet e fundit. Madje sipas tyre janë shtuar edhe fermat e kuajve. Me hipizëm mirë në 10 vite me sport, tash kena fillu. Të zgjerohet hala më shumë. Ose zgjerohet si sport, si hobi, si hipizëm, ama si sport, ta ka fillu më zgjeru më shumë. Unë kam afërsisht 6 vite që merrem me këtë sport. E kam filluar në moshën 15 vjeçare. Dhe vazhdoj ta praktikoj akoma. Vendin e parë në garat me pengesa e mori Taulan Nukaj, i ndjekur nga Adea Muhametaj, ndërsa vendi i tretë i takoi të riut korçar Mateos Myrtollari.